Unë jam thot e krishterë, por dua të mbaj natën e Kadrit, cilat janë oraret të lutem. Elus Allahun e lartësuar që t'ju jap mirësi, ju edhe familjes tuaj. Për sa i përket orareve, pra fillon agjerimi afërsisht në orën 4:19 minuta deri në orën 5:55 minuta, pra flas për Shqipërinë. Që të arrish mirësitë e agjerimit, pra mirësitë e natës së Kadrit, atëherë nevojitet besimi, sepse profeti Muhammed, paqja dhe mëshira e Zotit qofshin mbi të, thot: kush falet natën e Kadrit duke besuar dhe shpresuar, i falen atij mëkatet që ka bërë më parë. Pra, me besu Allahun e lartësuar një të vetëm. Me thonë, la ilahe illallah, Muhammedun Rasulullah. Nuk ka Zot që meriton të adhurohet përveç Allahut, Muhammedi është i dërguar i tij. Me këtë besim, pra arrin shpërblimin e natës Kadrit. Zoti të dhënë mirësi.